Mungesa e infrastrukturës rrugore në fshatat e Kukësit, por edhe kërkesat e banorëve për rregullimin e tyre ishin pjesë e debateve të zhvilluara në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të mbajtur të premten. Këshilltarja e PSD-s, Aurora Guska, prezantoi kërkesën e banorëve të fshatit Bele për dhënien e lejes nga Këshilli Bashkiak për ndërtimin e rrugës me vetë financim, sipas së cilës deri më tani nuk kanë marrë përgjigje. Të cilët kërkojnë një leje nga Këshilli Bashkiak Kukës, leje e cila është mbështetur në ligj, mund t'ja citoj dhe ligjin, dhe ata kërkojnë një leje nga Këshilli Bashkiak për ta bërë rrugën me financat e veta. Qa ndodh, nuk i jepet asnjë përgjigje, dhe unë e kam sjell këtë kërkesë duke marrë shkas nga interesimi shumë i lartë i këtyre banorëve. Kërkesën e kam nisë me post, nuk e di pse nuk vihet sot në rendin e ditës. Nga Kuksi në Kukës e kam nisur me datë 22/3. Po, dhe ti qa duhet bësh tani? Në këtë shkil. Po, për qa? Po. E kemi marrë parasysh, kemi takuar dhe kryetarin banor për diskutuar këtë. Kanë marrë përgjigje? Jo, ta shpjegoj dhe unë. Unë se kam bërë kot kërkesën. Ja, ti nuk mund të ndalësh sot kundër banorëve. Ajo sipërfaqe, jo, e di unë informacionin. Ajo sipërfaqe toke mbi të cilën do ndërtohet rruga që kërkojnë banorët, që është një drejt ligjore e tyre, nuk është as në fondin pyjor, nuk është as në fondin e tokave bujqësore. Që do të thotë se është tokë djerë dhe është tokë shtet. Kjo është regjimi juridik i pronës. Një tokë që është në mal, edhe mos t'ja japësh gjithë banorëve që e kërkojnë me insistim, ore vlla, do ta ndërtojnë me lekët e tyre. Ti si Këshill Bashkiak pse si jep leje? Unë e kërkoj. Se nuk e fut renditje. E kërkoj, në renditje pse se fut. Renditje pse se fut. Se kam sjellur në kohën e dur. Kur e keni që një vit nuk ju duket ju koha në rregull. Në mbështetje të kërkesës së banorëve u shpreh edhe Fasli Gërmisi, këshilltari i PD-s, i cili kërkoi mbështetjen për bashkinë për hartimin e projektit për rrugën e fshatit Bele. Ky problem nuk është i vetmi dhe i përgëzoj këshilltarët që sjellin problematika të tilla. Ne kemi kaluar një buxhet në cilën unë jam shprehur se çfarë duhet që ti shërbesh, që të jenë prioritare për komunitetin. Kam përmendur rrugët lidhëse mes fshatrit dhe qendrës njësisë apo qendra njësisë me rrugën nacionale. Pa dashur të themi, nevojat janë jo vetëm në Bele, por në të gjitha zonat mund të ketë nevoja, por që të investohesh në diçka, pavarësisht se ato ofrojnë një kërkesë e paraqitur në Këshill, ato duhet që ne t'i kërkojmë mbështetje gjithë institucionit bashkisë që të bëjnë projektin. Financimin e bëjmë vetë. Pa merak, nuk kam asgjë të keqe, po pa projekt ne smiratojmë dot asgjë. Pra t'i fusim, t'i kanalizojmë gjërat dhe mos se në momentin që ne themi hajt ta kalojmë pa projekt nuk shkon asgjë. Në këtë aspekt e kam unë. Pra filloi dhe të kanalizohet si institucion. Që sot ne do t'i kërkojmë që zyra urbanistike të vihet në dispozicion të atyre banorëve, ta studioj, të shoh problematikat nëse është megjithmend ka pronësi, është dikush që duhet shpërblehet në radhë, dhe më shpërblehet, dhe të zgjidhet, jo vetëm në Bele, por gjithkund, ku kemi mundësi. Pra nuk është halli që ne të gjejmë një diçka, përgjetje i kemi gjithkund. Për këtë kërkesë, kryetari i bashkisë Albert Alilej dha këtë sqarim. Rreth parë ka problematika me pronësinë e tokës, me një banor të asaj zone. E dyta, banorët ku pretendojnë kjo rrugë nuk është në inventarin e rrugëve. Duhen një sër procedurash për të kryer. Pa që në inventarin e rrugëve, pa marrë gjitha autorizimet përkatëse në ministri, në linjat përkatëse, e me radhë nuk kryet asnjë lloj procedure. Është trasë e re, nuk është rrugë ekzistuese, nuk është në inventar, pa u shpreh gjithë institucionet që e kanë për detyrë për të dhënë pëlqim për një rrugë të re, trasë të re, unë s'mund t'jap askujt, sepse nesër pas nesër krijon 100 probleme. Gjatë mbledhjes u prezantuan edhe problematikat e tjera të banorëve të Kukësit, të cilët duan zgjidhje nga Bashkia Kukës.